Miqtë Prizmës, sigurisht sot ka qenë një ditë e madhe. Ka qenë një ditë e madhe sepse është një nga ato mitingjet madhështore, të cilat normalisht e nderojnë një kombë, e nderojnë një popull, nderojnë atë që konsiderohet identitet kombëtar, dhe pikërisht ishte mitingu i madh në Tiranë në protestën për kundër gjykatës Tribunalit të Hagës ngritur për krimet e luftës sipas tyre në Kosovë. E ngritur në një akuzë e cila ra shumë shpejt në tokë, e cila ishte një tmerr, po ta mendoje e kryer jo thjesht nga shqiptarët, sepse kjo do ishte një nga marrëzit më të mëdha, po nga ushtria shqiptare e Kosovës dhe njëkohësisht nga lufta shqiptare aty. U vërtetua që ishte një gënjeshtër e madhe. Sigurisht unë po regjistroj përpara, sepse nuk është qëllimi im t'i bëj manifestimin të jashtëzakonshëm. Ju e keni parë atë në për edicionet e lajmeve dhe po vazhdoni ta ndiqni. Unë thjesht duhet bëj një nga ato ditirampet, ato vlerësim e duhur, vlerësimin maksimal të luftës shqiptare, të atyre luftarëve, atyre djemve, të cilët normalisht morën përsipër pastaj që të kalonin nga rezistenca paqësore i Brem Rrogovës në atë me armë. Por ushtria shqiptare e Kosovës, ata djem që morën përsipër, të rezistonin dhe të ballafaqoheshin me armë, nuk sulmuan kur Serbinë, nuk kthyen kur territorin e Serbisë, nuk bën atentate terroriste, nuk u morën me terrorizëm. Ata mbrojtën pragun e shtëpisë tyre. Ata mbrojtën identitetin kombëtar nga çfarosja. Mbrojtën nga largimi me forcë, me dhunë, nga trojet e tyre të miliona shqiptarëve. Nuk them asnjë fjalë për një tjetër. Miliona, vetëm Shqipëri mbritën brenda 2 muajve, në vitin 1999, 600.000 dhe u bën shumë shpejt 1 milion. Duhen numëruar dhe ato që ikën në Maqedoni dhe sigurisht ata që u munduan të ruhen nga një gjenocid, nga ato ekspedita ndëshkimore të paramilitarëve dhe të ushtrisë të Serbisë në atë kohë. Paramilitarëve që diqnin, dhunonin, përdhunonin. Në një moment që ushtria shqiptare e Kosovës, UÇK-ja, vendosi që të përballej, të merrte armë të përballej, në atë moment filloi dhe rezistenca me armë, për të ruajtur identitetin kombëtar, për të ruajtur gratë, motrat, familjet, tokën, trullin shqiptar, gjuhën shqiptare, nga një asimilim, nga një gjenocid i cili sigurisht ishte në mendjet edhe zemrat e një klike të shëmtuar kriminale si ajo e Miloševićit. Ushtria shqiptare e Kosovës me ato 4 burra të burgosur po tentohet me anë të një gjyqi fars, të cilit i ka rënë edhe akuza për cilën u ngrit. Po tentohet që të shemb edhe historinë e rezistencës, pikërisht kësaj rezistence, për të kthyer në një organizatë terroriste, duke thënë që kanë vrarë kanë mbrojtur vetëm pronët e tyre, tokën e tyre, familjet e tyre. Kanë mbrojtur me armë nga një sulm banditesk, kriminalësh, që dhe sot e kësaj dite po t'i lesh, po të njëjtën punë bëjnë. Dhe normalisht kjo luftë duhet respektuar dhe normalisht ajo gjykatë e deformuar tashmë, e deformuar në mënyrë kriminale, mund të them, që s'përfaqëson më një gjykatë normale të drejtësisë, po përfaqëson një drejtësi të imponuar. E thënë disa herë kjo, sidomos nga kryeministri shqiptar, e thënë në Kombet e Bashkuara, në Këshillin e Evropës edhe në Parlamentin e Kosovës. Duke u bërë thirrje, bëni një rezolutë sepse do bashkohemi me ju për ta denoncuar këtë, për ta çuar zërin akoma më lart, por nuk kanë pranuar. Është denoncuar kudo, siç ju thash, në çdo lloj forumi. Sidomos 3 vjetet e fundit është denoncuar në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ata burra aty po bëhen 5 vjet që rrinë me fakte të rëna tashmë të drejtësisë dhe me akuzat sajuara në Serbi dhe përfaqet zezë kjo punë, edhe nga akuza të sajuara dhe të pranuara edhe nga lëvizja e vetëvendosjes, nga njerëz të pushtetit të cilët dashurojnë ish Jugosllavinë dhe tashmë armiqësohen edhe me Shqipërinë, armiqësohen me çdo gjë tjetër, e sidomos armiqësohen me ushtrinë shqiptare të Kosovës, me UÇK.
për tu për përfaqet zezë si Sali Berisha në Shqipëri, ashtu dhe Albin Kurti, Dejona Mjali, Donika Gërvalla dhe shumë pjesë të një gjenerate njerëzish të shëmtuar, të dashuruar me nuk e di se të them të Shqipo, me një Jugoslavi të gërbylur, të rëzuar tashmë, me një Serbi të mundur tashmë. Si nga UÇK-ja ashtu dhe nga koalicioni, ku bënte pjesë dhe UÇK-ja. Ju vjen keq sepse ata duan vetëm pushtetin, mendojnë vetëm për pushtetin. Dhe kjo nuk është çështje politike, kjo është çështje kombëtare, kështu kanë qenë gjithmonë ata. Absolutisht kanë qenë gjithmonë ata. Ai kanë bërë shërbim pikërisht kësaj lloj linje të veprimit që në thelb është antikombëtare. Të dëgjosh Donika Gërvallën bën akuza përbindshme dhe thotë to akuza do t'i çoj. Dhe mbase i ka çuar dhe mund t'i ketë çuar. Për komandantët e UÇK-s, duke filluar me Hashim Thaçin, Kadri Veselin me gjithë me radhë. I konsideron më armiqë se serbët. Armiqësinë më të madhe tash me jo me Partinë Socialiste, po me majorancën e Shtetit Shqiptar që kanë shpallur në Kosovë. Dhe të gjithë ata që mbrojnë pikërisht këtë lloj deliri të shëmtuar. Kanë armikë Shqipërinë njësoj. Se urrejnë Edi Ramën, urrejnë edhe majorancën këtu, e cila ka 83. Ata shkojnë në rënje, këta vazhdojnë në ngjitje, sepse sigurisht ju kanë dalë përballë të lloj drejtimi. Ju kanë thënë në Kuvendin e Kosovës, bëni një rezolutë për ata burra dhe për UÇK-n, e nuk pranojnë kur ta bëjnë. Nuk japin as asistencë, merren vetëm me fjalë dhe kanë dalë me delirin që ne nuk deshem ta bëjmë atë gjykat. Atë gjykat patriotët e pranuan, e ndërtuan sepse sigurisht janë me pranimin, dhe pranimi po ja kërkonte. Ai do ta ndërtonte edhe vetë. Por sigurisht kishin besim se do të ndërtohej për të luftuar realisht krimet në Kosovë. Jo që të luftonte krijuesit e shtetit të Kosovës. Kjo është e papranueshme. Sigurisht pranuan sepse kështu thoshte Amerika, kështu thoshin miqt. Gjë që sigurisht Kurti ishte kundër atyre atëherë dhe është edhe tani. O konsekuenca e tij anti-amerikane, anti-perëndimore është e vazhdueshme. Thjesht serviloset nganjëherë kur i bëjnë një takim sepse e kanë izoluar. Por në themel të tij është ish jugoslavizmi. Vetëm aty dëgjohet ishin mirë në atë kohë. Ishte administratë e mirë, punohesh mirë. Kurse këta që janë çlirimtarët e Kosovës janë hajdut. Janë kriminal, janë mafiozë. Të janë fjalët e lëvizjes vetëvendosje. Kështu i trajtojnë ata. Dhe praktikisht janë kundra vëllezërve të tyre, punojnë kundra vëllezërve të tyre, deponojnë kundra vëllezërve të tyre. Sepse kështu janë. Dhe kështu është edhe Sali Berisha në Shqipëri. Në këtë pikë sigurisht duhet një përgjigje e madhe. Dhe padurimi i tyre që bëhet një manifestim kaq i madh në Tiranë, e sidomos në momentet që janë edhe zgjedhjet tash dytësore, sepse ta normalisht i kanë me balotazh, do t'i paguajnë shtrenjtë. Sigurisht që lëvizja e vetëvendosjes do humbi. Do humbi shumicën e zgjedhjeve vendore. Veç nëse janë të pa skrupuj fare opozita në Kosovë që të bashkohet me to për t'u dhënë pushtete. Atyre duhet t'ia largosh sa më shumë të jetë e mundur pushteti. Po kjo nuk ishte një garë për t'u bërë në Tiranë. Gara në Tiranë është për t'u bërë kundra tribunalit Hagës, i cili ka deformuar tashmë për atë kauzë për cilën u ngrit. Nga kauza për cilën u ngrit e të sotmen për të deformuar lirinë e Kosovës, UÇK-n dhe pavarësinë e saj, kjo është tash jo vetëm ndryshim, po kjo është një dreqopunë, është një punë e shëmtuar e cila sigurisht ka dhe prapavija politike. Prapavija politike në Evropë dhe mbase mund t'i ketë edhe dikuan nga stepa, të frymëzuar edhe nga Serbisë. Prej Serbisë dhe prej agjenturës saj, prej njerëzve të saj kudo edhe në gjykata, te njerëzit që sigurisht vlerësohen si të tillë. Dhe normalisht është një krah i madh zhvilluar kjo që bën Kosova sot me Albin Kurtin, që sillet gati si serbët për t'i vënë në një plan si Serbinë edhe Kosovën. Deri në kohën e Hashim Thaçit nuk ishte një plan. Serbia ishte agresorja dhe Kosova ishte viktima. Sot edhe me gjykatën, edhe me sjelljet e Albin Kurtit, Serbia është gati e përsekutuar e madhe dhe Kosova vazhdon të jetë ajo që kërkon qiqra në hellë dhe që nuk i bindet perëndimit. E këtu është
dhe sekreti për t'u zbuluar në mënyrë të qartë. Dakord miqtë e mi, ja këtë desha t'ju thosha. Lavdi luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lavdi atyre dëshmorëve që dhanë jetën. Lavdi edhe njerëzve të cilët sigurisht për kraj u bashkuan dhe luftuan për krah kësaj ushtrie. Turp për ata që i denoncojnë, turp për ata që janë bërë shkaktar që ata të vazhdojnë dënimin aty në mënyrë të pa kuptimt, në mënyrë të pa drejtë, në mënyrë perfide dhe perverse, në një drejtësi e cila sigurisht është e komanduar kundër Kosovës dhe pavarësisë Kosovës, kundra shtetit Kosovës, e cila kjo Kosovë dhe ky shtet është ngritur pikërisht mbi luftën e asaj ushtrie çlimtare. Dakord miqtë e mi, tubim i mrekullueshëm dhe turp për ata që nuk ishin as me fizikun, as me mendjen, as me zemrën e tyre. Në këtë lloj tubimi të jashtëzakonshëm kombëtar, gjithë kombëtar, të mbledhur pikërisht në Tiranë.